Gjesti lirohet nga paraburgimi, një kapitull i vështirë që prek thellë artistin. Mes një vëmendje të madhe publike dhe emocionesh të forta, këngëtari i njohur Besart Kelmendi është liruar nga paraburgimi, duke mbyllur një periudhë të vështirë dhe të rënduar për të. Artisti i dashur për publikun ishte arrestuar në Prishtinë në ndyshimin për disa vepra penale, ndërsa fillimisht ishte mbajtur për 48 orë dhe më pas ndaj tij ishte caktuar masa e paraburgimit prej një muaji nga gjykata themelore në Prishtinë. Ngjarja kishte shkaktuar shumë reagime, jo vetëm për shkak të akuzave, por edhe për gjendjen emocionale në të cilën raportohet se ndodhe artisti në momentin e incidentit, që nga fillimi Gjesti ka shprehur pendesë dhe ka kërkuar falje, duke theksuar se gjithçka ndodhi në një moment të rënduar psikologjikisht. Së fundmi, ndaj tij është ndryshuar masa e sigurisë dhe ai është liruar për të mbrojtur në procedurë të rregullt. Rasti pritet të vazhdojë në organet e drejtësisë, por lirimi i tij është parë si një hap që jep mundësinë të reflektojë dhe të rikthehet gradualisht në jetën e tij. Sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë themelore në Prishtinë, lirimi ka ardhur pasi artisti ka arritur një marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe bashkëpunim me institucionet. Pas marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe vlerësimit të rrethanave, kanë pushuar arsyet ligjore për mbajtjen në paraburgim. Është bërë e ditur nga zëdhënësja e prokurorisë. Edhe mbrojtja e tij ligjore kishte theksuar se paraburgimi ishte një masë e rëndë për rrethanat e rastit, duke kërkuar që situata të trajtohej me më shumë proporcionalitet dhe mirëkuptim. Gjatë gjithë kësaj periudhe, një numër i madh artistësh dhe kolegësh kanë shprehur mbështetje për Gjestin, duke e parë këtë si një moment të vështirë njerëzor dhe jo vetëm si një çështje ligjore. Për të gjithë zhvillimeve, kjo ngjarje ka treguar edhe anën më të ndjeshme të artistit, një njeri që nën presion dhe emocione të forta mund të gabojë, por që ka treguar gatishmëri për të marrë përgjegjësi dhe për të reflektuar. Tashmë, me lirimin e tij, shumë kush shpreson që Besart Kelmendi Gjesti të gjejë qetësinë e nevojshme, të rikuperohet emocionalisht dhe të rikthehet më i fortë në rrugën e tij artistike.